Çamaria që prej koheve të lashta ka qenë gjithmonë shqiptare dhe në historitë e vjetra çamët quhen titan, kurse gegët quhen vigan. Të gjithë shkrimtarët grek i quanin barbar, sikur quhenin barbaroglot të gjithë të huajt që flisnin në gjuhë të huaja. Çamët kanë qenë gjithmonë bashk që në kohë të krishterimit deri në kohën e Alipash të Pelenës, por edhe në periudhën e muslimanizimit ka ekzistuar gjithmonë midis të krishterëve dhe muslimaneve një bashkëpunim i plot për mbrojtjen e interesave kombëtare dhe për luftën kundra grekëve. Në 1913, kur Çamaria u detyrua të pranoj sundimin grek, i imponoi ushtrive zaptuese kushtet që vijojnë. Vetëm ushtria e rregullshme kishte të drejtë të zaptonte vendin, respektin e nderit dhe zakoneve të vendit, dorëzimin e armëve vullnetarisht. Por me gjithë këtë, fatkeqësisht grekët me të hyrë në Çamëri filluan t'i bëjnë të padurueshme jetesën shqiptarve, duke u munduar ta çkombëtarizojnë. Një vjedhje e parë në dëm të tyre përfundoi me marrjen e 25.000 kokë bagti, përveç të hollave dhe sendeve me vlerë. Kryetarët më të rëndësishëm ose shpëtuan duke ikur mal më mal, ose u therrën. Nuk është e mundur që të bëhet një listë e viktimave, por edhe sikur të bëhej kjo, nuk do ta paksonte rëndësinë e tragjedisë barbare të Greqisë. Në prill të vitit 1913, me urdhër të kolonel Ebitis, filluan arrestimet e vrasjet në mas, vrasje që u bën pa akuzë, pa gjyq, por vetëm pse ishin shqiptar. Martirizimi i popullit Çam arriti kulmin në mars të vitit 1917, aq sa 400 familje ortodokse shqiptare u çuan në këmbë me armë në duar, ndërpren komunikimet me Janinën dhe ndaluan çdo marrëdhënie me qeverinë greke, duke u proklamuar independent, gjë që kjo zgjati gjerë në gusht të atij viti. Në atë kohë, fuqitë italiane e pushtuan Janinën me të Repirin. Atëherë, sulmet kontra grekëve u bën më të shpeshta dhe më të egra. Porse, natyrisht, disproporcioni numerik dhe ai mjeteve mbrojtëse dhe sulmuese dolli në krye, dhe kështu, çamët, të mundur por të pashtruar, u shtrënguan të mjaftohen me luftime qetash. Në vendin e Nistës në vitin 1915, një kompani ushtarësh grek që kishte vajtur atje për të çarmatosur popullin nën komandën e kapitenit Qaman Kakos, meqense filloi të përdorte torturat dhe sharjet, u çarmatos me turp nga popullata dhe u vu në tallje të përgjithshme. Ndërkaq, shqiptarët e Çamërisë, që ndodheshin në vendet e huaja, filluan t'i mbysnin kryeqytetet evropiane dhe sidomos Londrën me protesta për mbrojtjen e kombësisë së tyre dhe për të drejtat e njerëzit të shkelura nga grekët. Mbas traktatit greko-turk për shkëmbimin e popullsive, 10.000 Çam u dërguan në Turqi me forcë, porse ky shkëmbim i poshtër u shtrëngua të ndalohet mbas protestës së qeverisë së Tiranës, i mbrojtur sidomos nga Italia. Ishte në atë kohë, më 1925, që u bë instalimi në Shqipëri i 1500 vetave të ikur mbas persekutimeve greke. Lufta e parë botërore u pasua nga lufta greko-turke e 1919-1922. Një ndër pasojat e këtij konflikti të përgjakshëm ishte një zhvendosje e madhe popullsie. Sipas marrëveshjes së shkëmbimit të popullsive greke dhe turke, nënshkruar në Lozan më 30 janar 1923, të krishterët ortodoks të Turqisë, që ishin një popullsi prej më shumë se sa 1 milion banorësh, do të transferoheshin, dëboheshin në Greqi, ndërsa muslimanët që jetonin në Greqi do të transferoheshin, dëboheshin drejt Turqisë. Përjashtime u bën vetëm për banorët grek të Stambollit dhe për turqit që jetonin në Thrakinë perëndimore, ndërsa popullsia muslimane shqiptare e Çamërisë dhe Epirit as që përmendeshin në marrëveshje. Më 20 janar 1923, qeveria greke deklaroi se muslimanët shqiptar do të përjashtoheshin nga shkëmbimi propozuar, gjë që shkaktoi ankth të madh në Çamëri.
Një komision i përzier i Ligës së Kombeve, pa asnjë përfaqësues shqiptar, u dërgua në rajon për të përcaktuar origjinën e popullsisë myslimane. Detyra e tij nuk ishte aq e lehtë sa mund të mendoj dikush, për shkak se shumë çam, duke pasur parasysh persekutimin dhe diskriminimin zyrtar apo jo zyrtar që kishin vuajtur nën autoritetet greke, dëshiruan të përfshiheshin në shkëmbimin në fjalë dhe të largoheshin nga vendi. Të tjerët, pavarësisht zotimeve të qeverisë greke, thjesht ju tha që të mblidhnin plaçkat e t'ja mbathnin për në Turqi, tokat dhe shtëpitë të cilëve më pas u populluan nga refugjatët grek të Anadolit. Fillimi i viteve 1930 dëshmoi një përmirësim të marrëdhënieve midis shqiptarëve çam dhe shtetit grek, veçanërisht gjatë viteve të administratës së kryeministrit Eleftherios Venizelos, 1864-1936, por gjërat u përkeqësuan në mënyrë dramatike pas vitit 1936, me fillimin e diktaturës së Ioannis Metaxas, 1871-1941, kur politikat e shtypjes së hapur nisën të zbatoheshin përsëri. Përdorimi i gjuhës shqipe u ndalua në hapësirën publike dhe private, ndërsa librat dhe gazetat shqiptare nuk u toleruan më. Arsimi në gjuhën shqipe në çamëri ishte ndaluar rreptësisht që nga viti 1913. Me pretekstin e kërkimit të armëve, policia greke i bastiste rregullisht shtëpitë e çamëve dhe i rrihte banorët, veprime këto që shpesh shoqëroheshin edhe me arrestime arbitrare. Edhe në periudhat kur presioni nuk ishte kaq i lartë, shqiptarëve të çamërisë u lihej të kuptonin se në Greqi nuk ishin të mirëpritur. Në prill të vitit 1939, forcat italiane nën diktatorin fashist Benito Mussolini pushtuan Shqipërinë dhe, brenda 5 ditëve, e detyruan mbretin Zog që të largohej nga vendi. Me këtë pushtim të beft, Shqipëria e humbi pavarësinë e saj dhe u përfshi në perandorinë e re romake të Mussolinit. Më pas, italianot ia vunë syrin Greqisë. Duke u përgatitur për fushatën kundër saj, mëkëmsi italian i Shqipërisë, Francesco Iacomoni, filloi të shqetësohej për keqtrajtimin e minoritetit çam, duke aluduar që nën sundimin italian, gjërat do të përmirësoheshin dhe çamëria do të ribashkohej me Shqipërinë. Gjetja pa kokë e trupit të udhëheqësit rebel çam Daut Hoxha, të cilit u pretendua se ju pre koka nga agjentët grek, shërbeu si një pikë ktese. Koka e tij e prerë qarkulloi nëpër fshatrat e rajonit për të friksuar banorët dhe për t'i detyruar ata t'ja mbathnin. Ministri i jashtëm italian, Conti Galeazzo Ciano, në gusht të vitit 1940, intensifikoi përpjekjet diplomatike për të ndërtuar një marrëveshje midis dy vendeve, duke e bindur kështu Mussolinin rreth domosdoshmërisë e pushtimit të Greqisë. Është e kuptueshme që çamët, pas ishin trajtuar për një çerek shekulli si qytetar të dorës së dytë nën sundimin grek, nuk u treguan as pak armiqësor ndaj ndryshimit të regjimit. Shumë prej tyre ishin të bindur se pushtimi italian i Greqisë do ta përmirësonte ndjeshëm fatin e tyre, gjë që në të vërtetë në një farmase edhe ndodhi. Me pushtimin italian të çamërisë dhe Epirit në fundin e tetorit 1940, situata ndryshoi edhe një herë, kësaj radhe në dëm të ortodoksëve grek të rajonit, të cilët e gjetën veten nën autoritetin, kontrollin dhe persekutimin çam. Në verën e vitit 1942, një administratë civile çame e përbërë nga këshilla lokale e kishte zëvendësuar pothuajse tërësisht strukturën greke. Si autoritetet italiane në çamëri, ashtu si dhe gjermanët që i pasuan ata në shtator 1943, i theksuan rivalitetet tradicionale me bazë etnike midis shqiptarëve, grekëve dhe vllëve, me qëllim që ta ruanin sundimin e tyre. Shqiptarët dhe vllehët, dikur të nënshtruar, tani u promovuan dhe u krijuan njësi të tëra të përbërë vetëm nga çam për ta mbajtur nën kontroll popullsinë greke.
Një mision ushtarak britanik u takua me udhëheqësit Cham të cilët vepronin nën pushtimin gjerman, duke u përpjekur t'i bindnin që të rebeloheshin kundër Gjermanisë, por Chamët duke vepruar me logjik refuzuan, jo nga dashuria për Gjermaninë naziste, por sepse ajo që britanikët u ofronin ishte një rikthim nën kontrollin grek. Me tërheqjen e gjermanëve gjatë verës dhe fillimit të vjeshtës së vitit 1944, Greqia u përfshi në grahmat e një lufte të përgjakshme civile. Forcat britanike, në padurim për të siguruar Bregdetin e Jonit për të marrë mbështetje detare, i nxitën forcat e një komandanti ushtarak vendas, generalit Napoleon Zervas, 1891-1957, që ta pushtonin të gjithë rajonin. Zervas, themeluesi dhe udhëheqësi i lëvizjes së rezistencës greke, të quajtur Liga Kombëtare Republikane Greke, Ethnikos Demokratikos Elenikos Syndesmos, EDES, u bë i njohur për spastrimin etnik ndaj shqiptarëve të Çamërisë, veçanërisht në periudhën qershor 1944, mars 1945. Ai dhe shumë nga trupat e tij Çamët i konsideruan si bashkpunëtor me italianët dhe gjemanët, ndaj dhe morën hak. Gjatë këtij inkursioni u vran mijëra burra, gra dhe fëmijë Çam. Më 27 qershor 1944, forcat e tij hynë në qytetin e Paramithisë dhe vran rreth 600 mysliman Çam, burra, gra dhe fëmijë, në një shpërthim të papërshkrueshëm dhune. Shumë nga viktimat u përdhunuan dhe u torturuan përpara se të vriteshin. Një tjetër batalion i EDES, të nesërmen, avancoi deri në Parg, ku u vran edhe 52 shqiptar të tjerë. Më 23 shtator 1944, fshati i Spatarit pranë Filatit u plaçkiti gjithi, sulm nga ku mbetën të vrarë 157 njerëz. Gra dhe vajza të shumta u përdhunuan, por u kryen edhe krime të tjera të padëgjuara. Shoqata Çamëria e Tiranës vlerëson se gjatë sulmeve ndaj fshatrave çame në periudhën 1944-1945 janë vrarë 2771 civil shqiptar. Menjëherë pas këtij tmerri, praktikisht e gjithë popullsia çame, e pambrojtur dhe e friksuar, mori malet dhe ia mbati në drejtim të Shqipërisë. Kalimthi, mund të vërejmë se në vitin 1947, pas luftës së dytë botërore, pavarësisht krimeve të luftës dhe faktit se u dyshua si bashkpunëtor i nazistëve, Napoleon Zervas u emërua ministri grek i rendit. Spastrimi i muslimanëve Çam të Greqisë në fund të luftës së dytë botërore shënoi dhe fundin e një kapitulli të dhimbshëm të historisë çame dhe fillimin e një tjetre. Shqipëria, drejt së cilës janë mbathën Çamët e sfilitur e të uritur, pak përpara shkuarjes së tyre, kishte rënë në kontrollin e Enver Hoxhës 1908-1985 dhe forcave të tij komuniste. Sunduesit e rinj marksist nuk ishin plotësisht të gatshëm t'i ndihmonin bashkëkombësit e tyre të vuajtur, duke qenë se edhe ata dyshonin se mos Çamët kishin qenë bashkpunëtor të fashistëve. Por megjithatë, atyre ju dha statusi refugjatëve dhe u lejuan që të qëndronin në Shqipëri. Ishte administrata e Kombeve të Bashkuara për ndihmë dhe rehabilitim, UNRA, që në Shqipëri operoi si një organizatë ndihmuese nga shtator 1945 deri në pranverën e vitit 1947, ajo që i ndihmoi Çamët duke u dhënë tenda dhe ushqime në përkampet e tyre në qytetet e Vlorës, Fierit, Durrësit, Kavajës, Delvinës dhe Tiranës. Refugjatët Çam në fillim ishin nën mbikëqyrjen e të ashtu quajturit Komiteti Antifashist i Emigrantëve Çam, që ishte krijuar në vitin 1944 si pjesë e frontit çlirimtar antifashist kombëtar, themeluar dhe drejtuar nga komunistët. Në vitet që pasuan luftën e dytë botërore, Komiteti Antifashist i Emigrantëve Çam u përpoq për rikthimin e çamëve në vendlindjen e tyre. Shumica e tyre nuk dëshironte të qëndronin në Shqipëri, veçanërisht për shkak të spastrimeve të llojit stalinist që po ndodhnin.
Komiteti mbajti 2 kongrese në vitin 1945, një në Konispol dhe një tjetër në Vlorë, shkroi memorandume dhe dërgoi telegram në mbështetje të qëllimeve që kishte. Çështja Çame nga ana e Shqipërisë u dërgua edhe në konferencën e paqes së vitit 1946, mbajtur në Paris, por që të gjitha këto veprimtari rezultuan të kota. Përpjekjet për ta ndërkombëtarizuar çështjen Çame në të shumtën e rasteve ranë në vesh të shurdhër. Për disa vite, Çamët vazhduan të shpresonin se kur situata politike të qetësohej, do të mund të ktheheshin në Greqi, por megjithatë, kjo nuk ndodhi. Edhe sot, në shekullin e 21, ata shpesh refuzohen nga zyrtarët grek të emigracionit, duke mos u lejuar që të shkelin në Greqi, qoftë edhe për një vizitë të shkurtër. Në fillim të viteve 1950, çështja Çame u konsiderua e mbyllur. Autoritetet shqiptare u dhan Çamëve në mbështetësi të detyruar shqiptare dhe e shpërbën komitetin. Në vitet 1953 dhe 1954, autoritetet greke miratuan ligje që të gjitha pronat Çame i deklaronin të braktisura dhe kështu u konfiskuan. Pas kësaj, nuk do të kishte më kurrë kthim pas.